أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, jemi duke folur për rrëfimet kuranore mbi pejgambert e Allahut Dhu Xhelal, apo ajo që na e kemi quajtur në përkthim të lirë, rrëfimet më të vërteta për njerëzit më të mirë. Jemi duke folur për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, ajetet e para që flasin për te nga sura El-Baqara, dhe jemi duke i shtjellu këto ajete, duke dhënë kuptimin e përgjithshëm të mesazheve që dalin nga këto ajete kuranore, që pastaj do thotë vazhdojmë me ajete tjera të surës Baqara ose sureve tjera të cilat flasin për Ibrahimin a.s. Andaj këto mësime, këto derse janë rrëfime kuranore për pejgamberët e Allahut. Nuk janë histori e pejgamberëve. Nuk e di ndonjëherë ndoshta na ik vëmendja dhe nuk arrim të bëjmë dallimin. Pra na nuk flasim për pejgamberët e Allahut, por flasim për Kur'anin dhe si Kur'ani ka folur për pejgamberët e Allahut. Se kur flasim për historinë e pejgamberëve, atë flasim me radhë për çdo pejgamber, ndesh ka ajete kuranore, ndesh s'ka, flasim për atë që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo ka përmend historianët. Andaj na këtu jemi të folë për Kur'anin, se çka ka zgjedh Kur'ani me folë për pejgamberët e Allahut. Pse e kemi vendosur na këtë e kemi treguar më herët, por sot po e përsërisim edhe një herë për shumë arsye. Dy janë më kryesore, e para që na të kalojmë çaste dhe momente duke jetuar me Kur'anin, dhe e dyta duke u zhitur në sqarimet kuranore që flasin për pikat më kryesore të ballafaqimit të pejgamberëve të Allahut me popujt e tyre. E kjo me na ndihmu neve sot si iftar të pejgamberëve në përgjithësi dhe iftar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugës së tij, se si të ballafaqemi na me idhujtarët dhe jo besimtarët e kësaj kohe. Dhe për këtë arsye, do thotë, na flasim për ato pejgamber për të cilët ka fol gjëre gjatë Kur'ani, edhe në pikat që i ka përzgjedh Kur'ani dhe i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithe të sakta për të folë për këto pejgamber, që t'i kemi parasysh këto fakte dhe këto mësime që përmenda pak më herët. Na përmendëm se punën e lutjes, e pendimit në mësimin e kaluar, e kështu me radhë që sot të vazhdojmë të japim sharimin në lidhje me ajetet kuranore të kësaj sure, ku tregon për Ibrahimin alayhis salam, i cili u lut. E luti Allahun Dhu Xhelal që edhe në pasardhësit e tij, në atë që qumë gjuhën e Shkupit në sulalen e tij, tek trashëgimtarët e tij që vinë pas tij, të vazhdon të ketë pejgamber. E Ibrahimi alayhis salam e pat Ismailin dhe Ishakin. Dhe prej Ishakit erdhi Jakubi, Jusufi edhe shumë pejgamber deri te Isa alayhis salam. Pejgamber të benu Israilve. Se Israili është Jakubi alayhi salatu wassalam. E Israil do me thonë robi Allahut, Abdullah. E benu Israil të janë bitë e Israilit, bitë e Jakubit. Edhe çdo pejgamber që ka ardhur nga ajo vi, janë pejgamber nga benu Israilit që kanë përfunduar me Isën alayhis salam. E nga bitë e Ismailit ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i fundit. Dhe e kemi tregu disa herë në këtë xhami se si jahudit kanë dëshiru, kanë shpresu dhe kanë bërë çmos
që edhe pejgamberi I fundit tjetë nga Benu Israel, prej tyre. Edhe andaj, kur kanë lexuar në Teurat për shkrimin e pejgamberit fundit dhe tokën ku do shfaqet, ata nga Palestina janë shpërnda. Edhe kanë ardhur, do thot, në Khajber, edhe kanë ardhur në Medinë. Sepse për shkrimet e Teuratit, vendet ku do shfaqet pejgamberi I fundit I kanë përmendur se aty do ketë hurma, vende shkretirore dhe ku do ketë hurma, dhe ato I kanë studiuar në kohën e vet dhe kanë ardhur edhe në Medinë që në atë kohë është quajtur Yathrib, dhe kanë thonë, na tjetojmë këtu, e masi pejgamberi I fundit do shfaqen këto vende, ndoshta arrim që ta imponojmë me logjikën e vet, që prej tyre tjetë pejgamberi I fundit. E kjo është ajo që ata e kanë bërë historikisht. Janë mundu me a imponu vetën caktimeve të Zotit. Edhe sot tentojnë ta bëjnë të njëjtën me Palestinën. Mundohen t'ja imponojnë vetën caktimit të Zotit. Po normalisht t'ja imponojnë edhe vetën dhe politikat e veta dhe krejt botës. Dhe ata munden më një kohë caktuar me arrit sukses. Me a imponu agendën e vetë botës. Mirë për na si besimtar musliman, edhe si njerëz të mençur, duhet me qenë të bindun se askush njerëzve nuk ka mundësi me a imponu vetën caktimeve të Zotit, e aq më pak dhe më thonë, gjithashtu nuk ka mundësi me a imponu vetën gjithë botës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka tregu shumë herë se dynjaja zhvillohet me ngritjet dhe zbritjet, baticat dhe zbaticat, dhe se Allahu thot në Kur'an tilkel ayamu nudawiluha bejne nas, janë ditë që na I shkëmbejmë mes njerëzve. Njëherë ti je lart, pas e bie poshtë, ai që ka qenë poshtë shkon lart, e kështu rrotullohen situatat. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha si rregull, ligj kozmologjik, që theme na në gjuhën e Shkupit, që bostani çdo herë nuk rrin për mi ujë. Çdo kujt. Një ditë për ditëve dolën gara deve e tij Kaswaja, e cila ishte deveja më e shpejtë në Medinë. Edhe zakonisht I fitonte garat me deve tjera. Mi për një ditë çaloi, një ditë nuk fitoi. E tash sahabet, sikur se u shqetësuan, ç'a ndodhi. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shfrytoi rastin me thonë, ma kana lillah. Allahu e ka caktuar si ligj. Idha rafa'a shay'in illa an wada'ah. Ligji Allahut që kur e ngrit një gjë, gjithsesi mas ngritjes ka me ulat. Andaj edhe kjo Kasvaja fitoi sa fitoi, po tash erdhi devja tjetër ja shkoi. E kështu është jeta e dunjas. Andaj edhe jehudit që janë mundu me u imponu caktimit Zotit që pejgamberi I fundit me dalë për tyve në Medinë, nuk ja kanë arrit qëllimit vet, atëherë edhe sot që mundohen me a imponu planet e veta, agjendet e veta, caktimeve të Zotit, nuk kanë marrit sukses sepse Allah ka caktuar diçka tjetër, ka me përmend pak më vonë. Po edhe ajo që janë mundu me a imponu agendën e vetë botës, edhe ajo sot ka dështu. Megjithse parafërsisht ata 100 vjet kanë punue që të dominon mendimin në botë se Palestina është tokë e premtuar me tëmbe. Dhe se banorët tjerë në Palestinë janë me banim përkohshëm dhe se këta kanë të drejtë ata mi vra, mi prej, mi gri edhe mi dëbu. Edhe andaj pini me 1947-ën, kur kanë filluar me zbatu idenë e Herzlit, Theodor Herzlit, që është themelues I sionizmit bashkohor, edhe në 1948 e kanë shpall shtetin e tyre, entitetin sionist, e pastaj kanë luftu në 1967, 1974, e pastaj kanë luftu vite tjera me radhë deri në 2023 me tufanin e Aksas,
ata kanë menu se kanë me i shfarue muslimanët, kanë me i shkatru të tjerët dhe kanë me met Palestina tokë e pasëve të tëre. Me gjithë se ata, edhe 1948 edhe 1967 kanë bo masakra, edhe kanë përzon shumë palestines për vendeve tëre, bile tash kjo Gaza në cilën luftohet, shumica e banorëve të Gazës janë emigrant që kanë largu për vendeve të veta ku kanë jetu në tokat palestineze, masi i kanë okupu ato sionistat, edhe këto kanë shku në shkëtir se Gaza, para se mu bo kjo enklave e Gazës, në këto shekullin e fundit, ka qenë shkëtir, kanë shku atje me jetu, në kushtet këqija dhe të shtira. E normalisht, aspiratat e sionistave janë rrit, edhe 1991 e kanë pranu marrëveshjen e Oslos, që munda Palestina, domethënë shteti sionist, edhe shteti palestinez, edhe një bashkangjit bregut perëndimor edhe Gazaja, dhe dan nga dan me ecë drejt idesë dhe planit që edhe Kombet e Bashkuara kanë pranu themelimin e 2 shteteve. Shife, ata s'kan pas shtet heq në Palestinë, kanë ardhur si emigrant me viza që kanë marrë në ambasadat dhe konzulatat palestineze. Kryetarja e parë e shtetit sionist Golda Meir, kur ka ardhur në Palestinë, ka marrë vizë në ambasadat palestineze, vizë palestineze. Edhe me te ka ardhur në Palestinë. Dhe pastaj ata me përkrajnë e Britanisë dhe armatimin që va kanë dhonë, kanë luftu dhe kanë okupu pjesë dhe kanë shpas shtetin sionist. Dhe kanë luftu e thash 48-ën, kanë luftu e 67-ën, kanë luftu e 74-ën, dhe normalisht janë lodhë për luftimeve dhe naftë e nishën e bëjmë marrëveshjen e Oslos, që thënë do i bëjmë 2 shtete, një shtet për jahudit edhe një shtet për palestinez, edhe do kemi toka mes shtetit sionist dhe palestinez, dhe ato do merremi vesh për to më vonë. Edhe Kombet e Bashkuara këtyve që s'kan pas hiç hisin këto toka, u kanë dhonë drejt me boshtet, me kusht që ata milion edhe palestinez me boshtet. Pini me anë që naftë e nishët, tash jemi 2026, rafsh 35 vjet, asgjë s'ka shku në favor të themelimi 2 shteteve. Po këtë ato pjesë që kanë qenë pjesë e shtetit palestinez, ose që kanë qujtë autoriteti palestinez, dhe më thonë se si kanë dhonë drejten e shtetit plot, kanë filluar duke i marrë tokat e tyre edhe duke ndërtu kolonit reja për emigrantët hebrej që vinë anë e mbon botës, edhe normalisht punën e Gazës njëjtë tash me këtë luftën e fundit, dhe në ata me zbras për banorëve të vetë, për 2.200.000 banorëve që ishin Gaza, që me ju metë toka atyme që ata me arrit qëllimin e spastrimit etnik të tokës palestineze nga palestinezët dhe themelimin e shtetit tyre sionist që e quajnë Izrael. Mirë po edhe një gjanë po du me ashtu se ata edhe me marë këtë Palestinën. E kini pa ardhën e Palestinës që është e hollë e gatë. Nuk mjaftohen ata me kash. Bile në kushtetutën e vetë, ata nuk kanë përcaktim geografik për shtetin Izraelit. Shumë këtë shtetet tona, pas pavarësisë, në formulimin e preambulave dhe kushtetutave, i përmendin edhe kufit e shtetit. Se shteti i Republike e Maqedonisë së Veriut është shtet i cili kufizohet për shembull në jug me Greqinë, në lindje me Bullgarinë, në perëndim me Shqipërinë dhe në veri me Kosovën dhe Serbinë. Këto janë përcaktime gjeografike. Shteti, do thotë, që tenton të bëhet shtet si shteti i Izraelit, nuk e përmend përcaktimin gjeografik. Pse? Sepse ata janë hegemonista. Do të mundohen që hala shtetet tjera me marrë. Do më thonë Palestina është pak, aty hyn edhe Jordania, hyn edhe Siria, hyn edhe një pjesë e madhe e Irakut, një pjesë e Turqisë, edhe një pjesë e madhe e Saudisë deri në Medinë. E kjo është bile këtë hartën e Izraelit të madh, ata e kanë të stampume tek monedat e tyre.
të shekeli, pari atyve që e kanë. Edhe besoj që e keni ndëgjuar edhe më herët se flamuri i bardhë i tyre me 2 vijat e kaltra e jep mesazhin që shteti i tyre është mes 2 lumejve të mëdhej, Nilit edhe Eufratit. Andaj gjyra e kaltra është gjyra e ujit e lumejve prej Nil deri në Eufrat e deri në Medinë është tokë e tyre. E tash kjo është tentativa e tyre me u imponu caktimit të Allahut edhe vullnetit njerëzve. Mi po tufani i Aksas o vllazni va përmbysi krejt këtë planifikim edhe strategji. Edhe krejt bota që i përkraken fillim ata dhe i llogaritën si viktima të terrorizmit musliman, islamik, arab e kështu me radhë, me kuptu se realisht ajo që ndodhi me 7 tetor 2023 ishte përgjigja e cila buron nga dhimbja e gjatë e torturave dhe maltretimeve që shteti sionist ja ka bë popullit palestinez në gjithë Palestinën e në veçantë në Gaza, e cila u pashëndru me një burg i madh i hapun ku vetëm frymën smuqim me kontrollu e çdo send që hinke dhe dirke prej Gazës ishte në kontrollin e tyre. Bile dhe lëvizja e njerëzve ka qenë edhe ku me tela, edhe hymja e dalja e njerëzve ka qenë domthonë e vëzhguar dhe kontrolluar me kontrolla të rrepta. E tash cili është caktimi i Allahut për Palestinën? Caktimi i Allahut është ballafaqimi i muslimanit, jo arabit, i muslimanit, Abdullahit, robit Allahut, me këta ardhacak për vendeve të ndryshme të botës që e quajnë veten jehudi. E ky ballafaqim ka me përfundu me triumf të këtij robit të Allahut i muslimanit. Edhe këtë rast, kur ndodh kjo betejë përfundimtare, me muslimonin kanë me qenë gjitha krijesat e Allahut të xhelal. Edhe guri edhe druri. Edhe pse ato në objekte të ngurta të palëvizshme dhe që pa intelekt edhe nuk flasin, mirëpo Allah i madhreshëm për ta ndihmuar muslimanin robin Allahut ka me i dhon gojë edhe gurit edhe drurit, edhe ai ka mu rreshtuar në krah të muslimanit. Siç ka në hadithin që transmeton Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala në sahihun e tij, se yuqatilu al-muslimuna al-yahud, do të luftojnë muslimanët me jehudit, hatta yaqulu shajaru al-hajaru ya muslim ya Abdullah ta'ala fa inna min wara'i yahudiyan faqtulhum. Nuk ka me ndodh kiameti derisa muslimanët nuk luftojnë kundër jehudive, e derisa druri dhe guri nuk fletë, nuk thot o musliman o robi Allahut, eja se pas me e fshihet në jehudi dhe vrita ata. Illa shajarat al-gharqat fa innahu min shajarat al-yahud, përveç pemës gharqat, ajo është pema jehudive. Edhe për argumenteve më të mëdha që dëshmojnë se edhe vetë jehudit e besojnë këtë porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është mbjellja e tyre të kësaj peme me shumicë në Palestinë. Andaj kjo është caktimi i Allahut. Dhe ata këtë caktim s'mujnë me ndru. Po edhe tentativa me hinë në caktimin, imponimin e mendimit dhe agjendës vetë botës dështoj me rastin e tufanit Aksas, ku shumica e botës e kuptoi se ata janë gatshëm me vra gra dhe fëmijë pa kur një farë kujdesi, pa kur një farë dhimbje dhe mëshire. Sa që para 2-3 ditëve, thot një rabin i tyre, për një jehudi 10.000 palestinez me vra pak janë. Edhe në intervist që e bën një gazetar amerikan me një ushtare forcave mbrojtëse izraelite IDF, thot ju a keni guxim edhe a keni dëshirë edhe fëmijë me vra në Palestinë, thot po, thot na dhe fri, edhe me shumë qef i vrasim bitem ata. Kjo është pjesa morale e tyre. Edhe andaj, do thot ky konflikt dhe kjo tendencë e jehudive me ja imponu vetën Zotit dhe njerëzve, veç është u dështu. Edhe andaj me gjithë dhimbjen e madhe që ka shkaktuar tragjedia, gjenocidi, etnocidi që ka ndodhur në Gaza nga forcat sioniste, çdo musliman duhet me pa atë që ka ardhur mas. Atë janë lajmet e mira për triumfin e Islamit dhe muslimanëve dhe zhdukjen e këtyre, do thot,
komplotistëve dhe sabotuesve të mëdhej, jo vetëm kundrejt muslimanëve, por kundrejt këtë botës. Andaj në tubimet e fundit që i majnë ekspertët e zhvillimit të shtetit sionist, politikan, ekspert sigurisë e kështu me radhë, kanë fillu veç ma me kuptu se ardhë me tyre shumë rrezik të madhë. Nëse ata deri sot e kanë siguru zhvillimin e vetë duke u mbështet në Amerikën konkretisht dhe në forca tjera, tash edhe vetë në Amerikë përkraja popullore ndaj shtetit sionist është në ranje e ullë në mënyrë drastike. Dhe frika e tyre se tash s'është më rëndësi kush ka marrë në pushtet në Amerikë, por popullata që i bjerë partitë politike në pushtet ka fillu me përqindje shumë të lartë me qenë kundër këtij shtetit masakrues genocidial që është instaluar atje në Palestinë. Dhe për këto arsye do thot ajo dua që e kishte bëu Ibrahimi a.s. që ketë pasardhës të tij, pasardhës pejgamber, u realizu me ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe u deshtoi tentativa e hebrejve me imponu vetveten që me dal pejgamberi i fundit prej tyre e jo prej bijve të Ismailit. Edhe kjo është ajo puna e hasedit. Andaj përmend Allahu dhu xhelal se jehudit e refuzon pejgamberinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam hasadan min indi anfusihim, nga zilia e madhe që kishin. Dhe njerëzit që janë mbushur me emocione negative, me veset tilla, ata kur njerëz kanë mundësi mu bë dobishëm për njerëzimin. Edhe përderisa ata gjithë njerëzit tjerë jo musliman, gjithë njerëzit tjerë jo hebrej i llogarisin kafsh, që s'meritojnë as me jetu, as me marrë frymë, as me ushqy, normalisht ata kur njerëz kanë mundësi me sundu botën, edhe pse kanë tentatu në forma dhe më thonë me dinakri dhe në forma perfide, me pas kontrol dhe edhe ndikim, mirë po s'kanë arrit kur me sundu të rësisht botën. E tash Ibrahim a.s. u lut dhe tha, o Zot, bën pe pasazve të mi pejgamber që do vazhdon për cilën e porosive tuja, i cili ka me valexu popullit vet ajetet tuja, ka me vëmsu librin dhe ursin. Libri është Kurani fisnik. E urtësia, të gjithë ulemat e tefsirit kanë thonë është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj na kur vitin 1993 e hapim një shtëpi botuese, e kemi pas qujt atëherë urtësia. Edhe kur vitin 1992 kena pas botu një revist, duke qenë student në Jordani, e kena pas qujt urtësia. Duke nis nga ky ajet kuranor dhe ngjashmet me të. Se kitab, libri është Kurani, wal hikma, urtësia është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra është sinonim, emër i dytë i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe andaj këtu po e përsëris një fakt që kohëve të fundit e kam potencu dhe kam përsërit edhe në dersit e sahabut edhe këtu në mbrëmje. Nuk ka rrugë më të saktë edhe më të mirë edhe më të dobishme se rruga e ndjekjes strikt të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj jo rastisht pjesa më e mirë e umetit islam quhet ehli sunneti wal jamaa, i thartë e sunnetit. Shifne, se dikush thot, po pse po tenconi sunetin para Kur'anit, kur Kur'ani është më i madh se suneti, edhe po e vërtet. Mirë po, Kur'anin, ndjekin e Kur'anit e pretendojnë të gjithë. Sepse s'ka mundësi me qenë njeriu musliman e me thonë se ndjeki Kur'anin, se si e musliman atëherë. Mirë po, ku bëhet dallimi mes muslimanit të vërtet edhe atij që ka gabu ose ka lejthit, është ndjekja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe andaj përderisa ka me qenë ndjekja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam udhërrëfyesi kryesor në jetën tonë, kjo ka me qenë argumenti kryesor se na jemi në rrugën e drejtë. Edhe andaj ulemat e islamit,
kur e kanë përcaktuar se cili është grupi i shpëtuar dhe pale e ndihmuar Allahu xhallahu kanë thënë ehli sunneti wal jamaa, i thartë e sunnetit dhe xhamatit. Do të në aspektin akademik dhe teorik e ndjekin strikt sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në aspektin praktik e ndjekin bashkësinë, xhamatin e muslimanëve. Edhe kështu prej shekujve të parë të islamit e deri më sot ka mbet islami i mbrojtur nga i thartë e vërtet të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se ndjekja e saktë e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të jetë shtytës i kryesor që muslimant mi dhonë rëndësi xhamatit, bashkimit, bashkëpunimit, bashkërenditjes së veprimeve. Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e edukon besimtarin edhe teoretikisht, edhe praktikisht, edhe në aspekt shpirtnor, edhe në aspekt organizativ, që me konë zemërgjan, me konë tolerant dhe tjetrit, me debatu me atë që është i bindur se ka gabim, për mos me e përjashtu, për mos me e përzon, për mos me e largu, ja shëron gabimin ku e ka dhe e thret vazhdimisht me qenë pjesë e xhamatit. Edhe andaj çdo herë që ehli sunneti ka pas pushtet në zhvillimin e perandorive islame, ata kanë përhap mëshirë, tolerancë, mirëkuptim, zemërgjërsi dhe ofertë për bashkëpunim dhe korrigjim. Kurse kur e kanë marrë bidatxhit pushtetin her pas here dikon, ata janë konë përjashtuesit më të mëdhej të tjerëve. Për shembull, në kohën e Abasidëve, kur e marrin pushtetin një halife i cili bindet se mendimi edhe medhebi më i sakt fetar është medhebi Mutezilive, ai fillon me i torturu të gjithë ulemat që nuk kanë mendue si mendimi Mutezilive. Andaj ka ndodhe dhe sprova Imam Ahmedit, rahimullahu ta'ala, kone Memunit dhe Mutesimit. E kanë torturu për shkak bot kuptimit të tij të saktë që ka pas, i cili bot kuptimi i tij i ehli sunetit ka ardhur ndesh me bot kuptimin Mu'tazilit, të cilin e ka përkra khalife asaj kohe bashkë me disa hoxhallar të vetë. Në epokat tjera kur khalifet kanë ndjek ulemat e ehli sunetit, s'kik si raste të torturimit edhe të maltretimit të dietarëve tjerë jashtë ehli sunetit. Anësit kalumen edhe sot ehli suneti është, do thot, është oferta ma zemërgjan që insiston në kuptim të saktë të fesë, por ofron zemërgjërsi kërshi ati që mendon ndryshe, duke vazhdu edhe duke e pas gajle ati që ta thret në udhëzim, edhe teoretikisht, po edhe me dua, po edhe praktikisht. Ande edhe sot në themi o vllaznisi dhe mos o gjallar të ri dhe xhamat i ri, duhet me vazhdu këtë rrugën e sunnetit, me lezu librat e hadithit edhe librat e fikut, po me insistu që ajo që ka me dominu në mendimet dhe qëndrimet tona me qenë hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos në këto kohëra kur fal ulemave dhe kontributit të tyre, ata e kanë përmbledh gjithë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë sharu të gjithë dispozitat dhe rregullat që i kanë, dhe sot janë në disponim të gjithë hoxhallarëve, të gjithë besimtarëve, të gjithë muslimanëve në gjuhë të ndryshme të botës, dhe sot jakur na duhet vazhdimisht bot kuptimet tona, konceptet fetare tona, rregullat fikore, fetvatet tona, dispozitat juridike ti mbështesim do e mos në Kur'an dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ka me na garantu neve me qenë në rrugën e pejgamberëve të Allahut, në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e sidomos në rrugën e ndjekjes së sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këto kohra kur interesimi për dije fetare është më e vogël, kurse mundësia për të marrë dije është më e madhe.
Unë këtu do të ndalem, sepse kam me shku me një dasëm, dhe nëse zgjatje ma tepër bëhet vonë, po nuk dësha me ndërprej dersin që e kemi të rregullt, e u mundova që sot me shkurtu dersin për me pas një kontakt, një komunikim me juve, edhe që pastaj me pas mundësi edhe me mëj pak në darsëm që me kry edhe atë obligim edhe këtë obligim. Tu do ndalim i vazhdojmë inshallah në dersin e ardhshëm aty ku na mbet, duke lutur Allahut na e vjedhë të veshme dhe veprat mirat, na japë në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë këto mësime porosi. Allah i madhëshëm na bashkoft me pejgambert e Allahut në përgjithësi dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam veçanti në Jannatul Firdaus, walhamdulillahi rabbil alamin.